Për sot do bëjmë një kulaç. Si fillim ne duan 3 vezë. Vezët janë të freskëta. Vezë shtëpie. Trazojmë vezët. T'jedhin pak krip, pak sheqer. Sheqeri sa të kapë naja të gishtave. Unë bëj kulaçin në kos, në vend pollit. Kosin e kemi ekstra market, që ka produktet më cilësore. Është kosë erseni. I trazoj. Juve të dashur miq, mund t'i merrni ku të dëshironi produktet. Unë zakonisht e marr tek Ekstra. Është një market që mbahet për produkte cilësore. Dhe unë aty kam gjetë më mirë. Mielin e kam mielola të përgjithshëm. Shtim pak miell, e trazojmë. Derisa të trashet masa. Brumin nuk e bëjmë as të fortë as të butë. Pak a shumë si brumi baklavas. Unë e bëj gjithmonë për natën e ndrimit të viteve. Por më që këtë vit nuk e bëra, vendosa ta bëj sot. Nuk i shti fare ujë, brumin e zë me kos. Furrën e ngrohim në temperaturë 180-200 në momentin që do ta fusim. Dhe me 180, tani fillojmë ta trazojmë me duar. Sa të formohet brumi. Kam bërë një tepsi të vogël. Tepsin e kemi lyer me pak vaj. Sa të formohet brumi. E vendosim, nëse e rrapim brumin, e hapim, unë zakonisht ta bëj me këto tepsia të kekut që hapen, tortave. Ka më praktike. E hapim me çik me dorë. Del një kulaç shumë i mirë. I shkrifët, shumë i shishëm. Zakonisht shoqërohet me djathë të bardhë, djathë kaçkavallës, çat keni. Unë i bëj çik zbukurime me pyron, kështu e kam. Shumë pëlqen. Edhe e shpoj pak bruma me pyron. Në fund do ta shihni
që të piqet deri poshtë. Brumen e kam lënë për këtë botë. Edhe tani, pulaçi është gati për të futur në furrë. Furrën e gazojmë 200 gradë.